Unë besoj ka ndikuar më së shumti në ndryshimin e qëndrimit të president Trump janë dy faktorë. Spari është rezistenca e vendeve të Bashkimit Evropian ne shohim që president Trump ka reflektuar në agendën e tij. Një. Dhe s'dyti është edhe qëndrimi refraktar në fakt i Rusisë dhe i presidentit Putin, sepse president Trump me sa duket priste që të kishte një interlokutor më fleksibël për të gjetur një zgjidhje. Duke qenë se nuk ka gjetur një interlokutor fleksibël tek Putini, i cili ju qëndron objektivave fillestare të luftës, ne shohim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përdorin të gjitha instrumentet e mundshme që mund të ulin në tryezë Rusin, por pa çuar në përshkallëzim të situatës, e cila mund të përkthehej në një konflikt të paparashikueshëm. Dhe besoj që një prej arsyeve përse presidenti Trump refuzoi që t'i jepte raketa Tomahawk Ukrainës është pikërisht edhe frika e një përshkallëzimi që pastaj mund të pasohet me një konflikt që del jashtë parashikimeve.